Bashkia Shkodër është përfituese e 2 projekteve të Bashkimit Evropian duke rikthyer pas shumë vitesh mungesën e investimeve të huaja në territorin e saj. Fondet e programit IPA përfshin projekte të risfull dhe territori, të cilat janë miratuar edhe nga Këshilli Bashkiak në mbledhjen e fundit. Drejtori i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Bashkinë Shkodër, Bekim Mema, në një prononcim për mediat tha se fitimi i këtyre 2 projekteve është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e bashkisë dhe rezultat i një pune të vazhdueshme të stafit teknik. Sipas tij, këto iniciativa jo vetëm që sigurojnë fonde të reja për investime, por forcojnë besueshmërinë e Bashkisë Shkodër tek partnerët ndërkombëtar dhe institucionet europiane. Janë 2 projekte shumë të rëndësishme dhe shumë inovative për çështjet që Bashkia Shkodër ka, së pari ndaj menaxhimit të metjeve publike edhe së dyti ndaj menaxhimit të situatave të emergjencave civile. Janë të 2 projekte me një partneritet shumë të mirë si nga ana e Malit të Zi, po ashtu edhe nga institucione dhe institute kërkimore të zonës së Italisë, dhe ne shpresojmë se do të menaxhohen në mënyrën më të mirë duke marrë eksperiencën e duhur, duke shkëmbyer njohuri dhe duke zbatuar projekte që tashmë na fusin në atë rrjetën e partneriteteve me Bashkimin Evropian, duke marrë edhe fonde që janë shumë të rëndësishme për menaxhimin e shërbimeve tona publike. Projekti Risfull synon të promovojë reduktimin e mbetjeve dhe praktikat e ripërdorimit përmes ngritjes së qendrave të posaçme ku mobiljet, pajisjet elektronike dhe veshjet e përdorura do të mblidhen, riparohen dhe rishpërndahen. Këto qendra do të ndihmojnë në uljen e fluksit të mbetjeve, reduktimin e kostove të menaxhimit dhe mbështetjen e shtresave me të ardhurat të ulta, duke krijuar kështu një model të ri social e mjedisor për qytetin. Ndërsa projekti Territori ka për qëllim forcimin e kapaciteteve për menaxhimin e fatkeqësive në rajonin e Adriatikut të Jugut, Itali, Shqipëri dhe Mali Zi, përmes përdorimit të teknologjisë së dronëve dhe inteligjencës artificiale. Ky sistem inovativ do të mundësojë monitorimin në kohë reale të terreneve të vështira, analizën e rreziqeve mjedisore si dhe mbështetjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit në situata emergjente.